Por ajo që më gëzon shumë është se kudo që shkojmë, shohim përkrajet madhe nga trit, shohim përkrajet mëdhenj nga njerëzit. Privatisht na e thonë që do votojmë, ju përkrajmë, ne kemi ndjek kampanjën shumë pozitive, nuk ka ofendime, nuk ka asnjë fjalë keqe për oponencën, kur vjen pastaj te fuqizimi i tyre që mund të bëjmë një fotografi, na thonë që dëgjoj nuk është koha sepse kemi presion ndaja nga partitë politike. Dhe këtë mit, këtë lloj kulture duam ta ndryshojmë ne duam që njerëzit fuqizohen, të mundet edhe ta thonë privatisht atë që na e thonë mes miq. Ne jemi organizuar si shqiptar në parti politike për të sjellur progres, jo për të sallkuar më tepër frikë. Ne duhet të jemi partitë politike duhet të na sjellin zhvillim kombëtar edhe qytetit, jo të na sjellin akoma më tepër frikë. Prandaj unë do vi në çdo derë, do të trokas në çdo derë, nuk do e kem atë presionin e madh që ndoshta e kanë ato kur vin puna tek partitë politike, po unë do mundom ta shpalos edhe ekipin tim, edhe programin tim si e ardhmja e Gustivarit.